Ajo çfarë thashën në Qëmbashtë, në 67 të Kushtetutës. Kryetari dhe nënkretarët përbëjnë kryesin dhe i takon subjektit të parë dhe dy subjekteve tjera, të dytës dhe të tretit, që krijojnë kryesin e kuvendit dhe pastaj mënyrë që të rrjedhin afatet, ekskluziviteti për të propozuar kryetarin e parlamentit i takon partisë fituese. Ky ka qenë edhe vendim, interpretim i qartë i gjykatës kushtetuese. Ajo çfarë unë dëgjoj nga opozita është na thuhet që ne dëshirojmë të marrim pjesë në propozimin tuaj, por ju mos merrni pjesë në propozimin tonë. Kjo është pjesa që kemi ne. Po vetëm se është një gjë që e ka bërë edhe më parë vetëvendosja. Vetëvendosjat në të njëjtën kohë nuk ka votuar njëjtë edhe në 2014 në 2017. Ermal, kjo çështje është sqaruar me pasak gjykimit të gjykatës. Në 2014, po në 2017 prap ka qenë reagimi i njëjtë. Është sqaruar në 2014, po në 2017 na ka rastis që ta dëgjojmë rrëfimin e njëjtë. Jo, nuk është shikoj. Në vitin 2014 kemi pas një situatë kur është zgjedhur kryetari i kuvendit, mirë po pastaj gjykata kushtetuese ka thënë që numrat për 2017, në 2017 ka pas deklarat të Albin Kurtit për mos zgjedhjen dhe ka kërku që të ketë një emër tjetër alternativ. Megjithatë, Kadri Veseli ka siguruar vetë numrat. Nuk ja ka pjell dikush numrat. Kadri Veseli ka zgjedh vetë numrat edhe i ka bo vetë numrat. Pra nuk është që o ardh pa një marrëveshje politike. Pra o dasht me bon një marrëveshje politike për me ardh në kundërshtim me dëshiren e Albin Kurtit një emër tjetër. Pra, Albin Kurti ka shfaq dëshirë në 2017 që të ketë një emër tjetër pos Kadri Veselit për të zgjedhur kryetari i kuvendit. Dhe kjo është e vërtetë, apo? Shikoj, jo. Nuk është. Unë e kam vetën që e dokumentoj ndryshe. Dëgjoj, nga korriku deri në dhjetor ka pas partia që kishte fituar shumicën atë nuk propozonte kandidat fare dhe kërkesa ishte që të matet kandidati, por në atë kohë 6 muaj shkuan dhe nuk u propozu asnjë kandidat. Ajo çfarë ne po themi që ne kemi propozuar kandidatin ton, çështja jonë është që ne të kemi institucione, sidomos kuvendit të konsultohet në afatin më të shkurtër dhe pastaj të rrjedhin afatet për krijimin e qeverisë. Kjo është e rëndësishme sepse kuvendi reflekton peshën që kemi ne që na ka dhënë votuesi. Ajo çfarë unë interpretoj Ermal është një frustrim me rezultatin zgjedhor. Qeveritë partitë opozitare janë bërë bashkë për të bllokuar konstituimin e kuvendit. Po vetëm se i takon të parit me zhblloku. Po, i takon të parit me zhblloku. Na takon propozimi për zhbllokimin dhe ne kemi bërë të gjitha përpjekjet. Fillimisht kemi propozuar një kandidat, gjë që kemi pa në vitin 2017. Nuk propozoi kandidati, ne kemi propozuar kandidat, nuk ishte ashtu siç pretendonte opozita që ne nuk do të propozojmë, ne bëm propozimin, e dyta kemi propozuar në mënyra kreative mbas tak gjykimit gjykatës kushtetuese për votimin dhe e treta po ashtu kemi bërë ftesë për krijim të koalicionit qeveritar. Të gjitha përpjekjet i ka bërë po vetëm se ju nuk po e pranoni refuzimin. Domethënë, ju doni me kuptuar që dikush duhet më ju thonë jo. Pra, në rast se dikush ju thotë jo, ndoshta duhet me këshir një alternativ tjetër. Pse po refuzoni me i dërgu ftesë dikujt tjetër? Pse të njëjtën ftesë nuk po ja dërgoni PDK-s? Pse të njëjtën ftesë nuk po ja dërgoni AK-s? Është një përpjekje sidomos nga LDK-t na thuhet që shkonin koalicion me PDK, nuk ka interes në lëvizje dhe në dosje për një koalicion me PDK-n. Domthonë i vetmi opsion, domthonë që mbas konsultime është oferta që është bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe refuzimin, që nëse qenë ka refuzim përfundimtar, unë besoj që i pamundson Kosovës ose reflekton vështirësi që i ka LDK-ja të shkëputet nga PDK-ja. Po vetëm se këta nuk po thojnë që po bëhem na me PDK-n, po thotë hajde po bëhemi krejt bashkë. Ideja është që këta që nuk po thojnë ju met një non. Jo, këta po thojnë hajde edhe ju edhe PDK-ja. Nuk po thojnë veç PDK-ja le të bëhet me ne. Ore dy mesazhe mund t'i gjej aty. Para është përpjekje për ta relativizuar
legitimitetin demokratik, përpjekje për të relativizuar rezultatin e zgjedhjeve. Mos harroni kemi marrë 42%, një mandat të fortë megjithatë, jo të mjaftueshëm për të kriju qeverinë. Gjeni një partner, gjeni një partner që ju thot po. Sakt, është e vërtet. Gjeni një partner që ju thot po. Lejo ta përfundoj. Domthonë ky ishte mesazhi i parë. Dhe mesazhi i dytë ishte që ne i bëm të qartë LDK-s që nuk jemi të interesuar për një koalicion me PDK-n. Dhe prap në përgjigje, çfarë na ofron LDK-ja është, po ne nuk mundemi pa PDK.